nishin disa prej zbarsimeve të disa prej teknikave të këtij sporti, ashtu si që u paralajmëruan për të ftuar në studio kemi instruktorin e këtij klubi pra për vetëmbrojtje, zotëri Halis Beqiri. Në mëngjes tani se erdhët në studion e programit Mëngjesit, studion e televizionit Kosovës. Në mëngjes dhe jo, mëngjes. Zotëri Halil, kujt lindi së pari ideja për një iniciativë të tillë? Të them të drejtën së pari që para 13 viteve jemi shkuar tër familja në Gjermani në Perëndim dhe qysh atëherë në Kosovë jam marrë në sport, në mundje dhe në boks. Kam shkuar në Perëndim, kam provuar disa lloj sporte luftarake, por mbas një kohë të shkurt e gjeta vetë njëjtin sport, kam dëgjuar për ta se dhe njëjti i madhi Bruce Lee e kishte ushtruar këtë sport vetëmbrojtje, i cili quhet Apsi Wing Chun, i cili një pjesë e Kung Fu, vjen nga Kina, dhe qysh prej atij fillimi kam filluar dhe kam gjetur veten që me të vërtetë ky sport është i mirë për mua dhe kam menduar që në fillim ndonjëherë mundohem ta hapim një shkollë të tillë, një sport të tillë në Kosovë, dhe që të bëhemi të gjithë Kosovës për ta sot mundi. Po, mund të thoni së pari, kush ishte që themeloi këtë sport? Ky stil kines është i folluar nga dy femra morgjishe, budiste Shaolinit, i cila quhet Nung Mui dhe gjithashtu nxënësja e saj Jit Wing Chun, qysh në atë kohë është zhvilluar para 250 vite, është krijuar, është zhvilluar që asnjëherë mos përdoret forca, përdoren vetëm teknika dhe shpejtësia. Në sportin tonë, në stilin tonë, mundohemi sa më real, sa më efekt dhe të jetë funksional për çdo njerëz dhe çdo femër për të mbrojtur në çdo kohë, në çdo vend. Pa mundësi të vallë se ka qenë ndonjëherë atakuar apo vetëm ka dashur ta